Përshëndetje dhe mirë se erdhët në sezonin e dytë, episodi 2 i podcastit Safe Cons, një podcast që realizohet në kuadër të projektit Shoqëria në Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, që po zbatohet aktualisht nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar dhe antar me mbështetjen e delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ashtu sikurse kemi premtuar, ky podcast do të jetë dhe do të shkojë drejt për drejt tek të gjithë konsumatorët, tek tregtarët dhe tek gjithë qytetarët. Për sa i përket sigurisë së produkteve ushqimore apo dhe shërbimeve të ndryshme. Do të flasim për një temë shumë interesante, një temë që prek drejt për drejt cilësinë e jetës. Mjedisi, mbrojtja e tij, si ndikon mjedisi në jetën dhe shëndetin e konsumatorëve. Nga ajri që thithim, nga uji që pim, energjia që përdorim, mjedisi nuk është thjesht një çështje ekologjike, por mbi gjitha është një çështje ekonomike, sociale dhe e lidhur ngushësisht me jetën dhe shëndetin e konsumatorëve, gjithashtu dhe me të drejtat e konsumatorëve. Jam shumë e lumtur që kam të ftuar në zonjën Valbona Mazreku, drejtore ekzekutive Milje Kontakt Shqipëri. Mirë se erdhët. Faleminderit, nëse dhe për mua. Ky podcast është një podcast ku informacioni merr një vlerë shumë të rëndësishme, zbresim në nivelet, që nga nivelet bazike dhe diskutojmë tema të ndryshme, por nga ana tjetër shkojmë drejt për drejt tek qytetari, tek tregtari, tek konsumatori apo tek çdo ofrues i shërbimeve. Në jetën e përditshme duket sikur është e ndarë mbrojtja e mjedisit nga mbrojtja e konsumatorit. Në fakt, po të shikojmë ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve, do të konstatojmë që në nenin 4 të tij ku listohen të drejtat bazë të konsumatorëve, e drejta e parë me cilën ky ligj fillon është pikërisht e drejta e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës. Sa të lidhura janë mbrojtja e konsumatorit me mbrojtjen e mjedisit? Dhe a mund të konsiderohet e drejta për një mjedis të pastër si një drejtë themelore? Unë po e nis nga kjo e dyta, e drejta e mjedisit, për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, është një drejtë themelore. Tashmë, jo vetëm le të themi në legjislacionin ndërkombëtar, por edhe gjykata e të drejtave të njeriut e ka pjesë të korpusit të saj, ku e drejta për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm është pjesë edhe e të drejtës së njeriut. Nga ana tjetër, edhe në Kushtetutën e Shqipërisë dhe jo vetëm në ligjin që ju përmendët, thuhet e drejta për të jetuar në një mjedis dhe për të patur një zhvillim të qëndrueshëm. Të gjitha këto janë elementë që sigurojnë gjithnjë më tepër të drejtën e njeriut për të jetuar në një mjedis të pastër, të shëndetshëm. Po çdo të thotë mjedis i pastër dhe i shëndetshëm, ai që ju thatë pak më përpara, ajri që ne thithim, uji që ne pim, çdo gjë që ne kemi ndër veprim edhe me ushqimin apo elemente të tjerë që futen drejt për së drejt në zinxhirin ushqimor dhe janë pjesë e rëndësishme e jetës sonë. Dhe kjo jo vetëm nga pikpamja e ndikimit që mund të ketë në shëndet çdo element i mjedisit, por edhe nga pjesa tjetër sociale, sepse njeriu është mbi të tëra edhe gjëqenie sociale. Dhe gjithë problematikat që mund të jenë problematika mjedisore mund të mbarten dhe të krijojnë një lloj stresi të shtuar tek njeriu dhe në këtë mënyrë përsëri ne kemi ndikuar në mënyrën se ai sillet, në mënyrën se ai reagon dhe sa i aftë jetë ai në një shoqëri një aktor shumë i rëndësishëm. Kur ju thatë ndotja e ajrit, patjetër që ajri që ne thithim është një e drejtë e çdo njeriu për të ditur çfarë ajri thithim, cili është niveli i ndotjes. Dhe po të flasim me këtë le të themi standard, atëherë Shqipëria është ende në nivelin bazik fare, sepse neve nuk kemi një informacion që t'i japim qytetarët se çfarë ajri ato thithin. Fatmirësisht, Shqipëria nuk ka një industri shumë të zhvilluar që të mendojmë që ndikimi në cilësinë e ajrit do të jetë shumë i madh, por nga ana tjetër ne kemi dy kontributor shumë të rëndësishëm, siç është transporti apo ndërtimet, që të dyja me grimcat e pluhurit ndikojnë në mënyrë shumë të madhe në cilësinë e ajrit që thithim. Dhe kur flasim grimcat e pluhurit, kur flasim për transportin, patjetër flasim për qendrat e mëdha urbane. Dhe pjesa më e madhe e qytetarëve në Shqipëri jetojnë në qendrat urbane. Tirana ka rreth 800.000 në mos më tepër banorë gjatë ditës. Pra, edhe ato që nuk jetojnë në Tiranë vinë dhe dalin nga Tirana në baza të përditshme. Pra, thithin nga ky ajër, cilin mund të themi është një ajër me një nivel ndotje goxhat të lartë përtej normave të Bashkimit Evropian. Pra, automatikisht
si mund të thuash, rritet prevalenca edhe ndikimin në sëmundje të ndryshme që mund të jenë bronkiale, kardiovaskulare dhe me radhë. Dhe nëse nuk e dim këtë lloj informacioni, nuk marrim dot masa për të shmangur mënyra të caktuara në qytet. Në fakt, në këtë pyetje do të shkoja realisht duke u dëgjuar juve që a ka ndonjë studim realisht në Shqipëri që është bërë që faktorët mjedisorë ndikojnë në jetën dhe shëndetin, ose kemi ndonjë të dhënë, ndoshta kjo është nga pjesa e shëndetit publik, por nëse ju keni informacion për sa i përket, le të themi që sëmundjet caktuar janë tipike ngushësisht lidhura me cilësinë e mjedisit. Në fakt, studime të tilla në parim janë, siç e thatë dhe juve, detyrimi i institucioneve shqiptare, Instituti i Shëndetit Publik apo institucione të tjera, të cilët kur prodhojnë monitorimin, kur prodhojnë një raport të gjendjes së monitorimit të mjedisit në Shqipëri, patjetër shohin edhe elementin e ndikimit që mund të ketë në shëndetin e njeriut. Por u bë vite që të paktën Shqipëria ka mungesë të dhënash, të dhëna të plota që janë edhe të zgjatura në kohë në lidhje me cilësinë e ajrit, meqense po flisim për cilësinë e ajrit, dhe si rezultat dhe të ndikimit në shëndet. Pra, ky raport i fundit i lidhjes midis cilësisë së ajrit dhe ndikimit në shëndet ka që nga viti 2016, i cili nuk është më publik. Pra 10 vite, është shumë. Ka afërsisht 10 vite, ndërkohë mbase mund të jetë edhe një raport që mund të gjenerohet nga Instituti i Shëndetit Publik, por nuk bëhet më publike, për shumë arsye, mbase sepse edhe vetë cilësia e ajrit në qytetin e Tiranës, për shembull, u bë vite që nuk matet në mënyrë të vazhdueshme, mund të jetë shumë pak stacione, rreth 6 stacione për gjithë Shqipërinë, nga 59 stacione për shembull që duhet të raportonin, dhe këto masin disa indikator në momente të shkurtra kohe, në periudha të shkurtra, kështu nuk kanë një të dhënë që të tregojnë dhe trendin e tyre për gjatë vitit. Ajo që kemi bërë ne si organizat, edhe në bashkëpunim me organizata të tjera lokale, jemi munduar që nëpërmjet monitorimeve alternative të bëjmë matjen e cilësisë së ajrit, duke matur nivelin e grincave të pluhurit, të dioksidit të azotit, të dioksidit të sqafurit dhe nivele të indikatorëve të tjerë sipas rasteve në qytete të ndryshme, për të parë se cili është niveli i ndotjes. Dhe nga këto të dhëna, të cilat ne shohim, vërejmë që ky nivel i ndotjes është goxha i lartë, ka zona të caktuara ku ky nivel 4 fishohet, 5 fishohet, mbas edhe 10 fishohet, gjë që tregon që nuk ka politika të mirë përcaktuara ose për të adresuar më saktë këtë nivel të lartë të ndotjes. Pra, duke mos ditur sa është ky nivel i ndotjes, nuk merren politika dhe masa, dhe se rezultat ai që në fund fare ndikon është vetë qytetari, i cili më pas do të ketë një kosto më të lartë mbase për faturën e ilaçeve që duhet të marri, për trajtimet e ndryshme mjekësore, pra janë gjëra të tilla të cilat është mirë të parandalohen duke marrë masa të tjera sesa të lëhet në fund fare një gjendje kritike e tyre shëndetësore. Ndikojnë këto gjithashtu në produkte. Pra le të themi standardet mjedisore janë, pra përveç se ndikojnë drejt për drejt tek njeriu, brenda konceptit standardeve mjedisore ndikojnë këto edhe në cilësinë e produkteve, apo gjithashtu le të themi ndosin këto i shkaktojnë ndotje tek produktet ushqimore, apo dhe nuk e di në cilësinë e shërbimeve. Ne morëm ajrin, por nëse ajri ka një nivel të caktuar të ndosëve, për shkak të shirave të shumta, për shembull, ato mund të zbresin edhe të përdoren në formën e një, le të themi, ndoci edhe për bimët e ndryshëm, nga cilën e marrin produkte. Po ashtu ndotja e ujrave dhe jo pak, po ne kemi patur probleme të mëdha me të gjitha basenet e mëdha ujore, ku themi niveli i ndotjes është goxha i lartë, jo vetëm nga nitratet apo fosfatet, edhe nga mikroplastika së fundmi, ka nivele të larta të mikroplastikës në ujë, gjë që të gjitha këto nëpërmjet vaditjes apo proceseve të ndryshme futen te bima, dhe nëse e kemi te bima, patjetër do të na kthehet edhe në produktet e ndryshme që konsumatorët konsumojnë, dhe në këtë mënyrë e kemi të rritur deri diku nivelin e ndotjes. Dhe nëse nuk do të ketë më pas edhe analiza më të sakta në lidhje me këto produkte, do të jetë vështirë të njerëzit përsëri nuk dinë se çfarë hajnë edhe në pjatën e tyre.
Pra nuk është vetëm ajri që thithim, por mbase edhe produkti që ne marrim. Dhe në fakt në shtatorin e vitit 2025 patëm disa ndalesa, nëse ju kujtohen, mandarina dhe një ndër arsyet cilat rezultoi ishte që pikërisht ndocet kishin ardhur nga ujërat nëntoksor. Sado që fermerët ishin kujdesur për shkak të ndotjes së ujërave nëntoksor, gjë që tregon që toka nëpërmjet proceseve të veta i thith ndocit. Në çdo ditë në media, qoftë kjo media tradicionale apo mediat online, ashtu dhe gazetarët pothuajse në çdo ditë mendoj shohim tematika të ndryshme apo kronika në lajme të cilat lidhen me mjedisin ose me aspekte të veçanta. Si do ta vlerësoni në gjykimin tuaj, nga ekspertiza që ju keni, nga modeli i organizatës, nga projektet që keni zbatuar gjendjen aktuale të mjedisit në Shqipëri? Pra nëse doni mund bëjmë një numërim në shkallë nga 1 tek 10 ose nga një vlerësim nga shumë dobët në shkëlqyeshëm. Vështirë ta thuash sepse mjedisi duket sikur është një sektor, por në të vërtetë ka disa Komponente përbërës. fusha apo element që duhen marrë në konsiderat. Nëse flasim për cilësinë e mjedisit ku jetojmë, mund të themi që diku në mes, për sa kohë që nuk kemi as të dhëna të sakta, për të ditur vërtet se cili është ky nivel i mjedisit, dhe kur them kështu, të dhëna kanë të bëjnë me analiza që lidhen kryesisht me cilësinë e ajrit, të ujit, të tokës. Pastaj mjedisi ka dhe fenomene të tjera që janë të ndërlidhura, siç janë ndryshimet klimatike, dhe ky është një fakt. Në një gjithnjë më tepër ju e thatë ka nëpër lajme sheh për herë kronika që tregojnë se si ndryshimet klimatike kanë ndryshuar edhe ekonominë e vogël familjare. Pra në këtë mënyrë mund të themi që ndryshimet klimatike ende nuk janë adresuar mirë nga qeveria dhe kërkojnë një paketë të madhe financiare dhe politikash për ta ndihmuar këto grupe vulnerabël kudo ku ato mund të jenë. Se nuk flasim më tani për qytetin, po flasim edhe për zonat rurale, për atë fermerin diku larg nga qyteti dhe që ka një mal me problematika që vijnë nga ndryshimet klimatike. Dhe në këtë mënyrë mund të themi që jemi ende shumë brapa dhe mbas as të pesa nuk kemi vajtur dhe jemi poshtë. Pra, në përgjithësi, për sa i përket pjesës përgatitjes paketave ligjore, të politikave, mund të kemi bërë deri diku hapa, pra edhe kjo është rezultati i asaj që Bashkimi Evropian pret nga Shqipëria për të ecur gjithnjë më përpara, por kur vjen puna më pas në zbatimin e tyre, edhe në vendosjen e fondeve të duhura që kjo infrastrukturë të jetë funksionale, këtu ne çalojmë. Pra në përgjithësi mund të thoja që nuk do të jepja një notë kaluese, por gjithsesi shpresoj shumë që të punohet edhe më tej në fushën e mjedisit. Dhe si jemi pothuajse në raport me rajonin, le të themi, s'po flasim për vendet që janë Bashkimin Evropian, po të paktën vendet e Ballkanit perëndimor. Nëse keni një informacion, pra është e njëjta situatë apo ka, le të themi, atje është kualiteti më i mirë? Mbase për sa i përket zhvillimit, në përgjithësi Shqipëria mund të jetë edhe diku më mirë se sa vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Për faktin që nuk kemi atë industri fatmirësisht siç mund të kenë disa vende të tjera. Po që mund të ndikojnë në ekonomi, mund të ndikojnë në ekonomi, por nga ana tjetër, nga pikpamja e mjedisit dhe ndikimit në shëndet është shumë e lartë, por kjo nuk na bën më të mirë se sa ato, sepse kemi edhe problematika të tjera që vijnë në kuadër të gjithë Ballkanit. Për shembull, kur flasim për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ky është një problematikë që ndodhet në të gjithë vendet e Ballkanit. Procedurat janë aty për të zbatuar, por nuk zbatohen jo vetëm nga bizneset, por në një pjesë të mirë nuk zbatohen as nga qeveria. Nëse flasim për zonat e mbrojtura dhe zhvillimet brenda zonave të mbrojtura, problematikë e tillë shihet në gjitha vendet e Ballkanit, mbasi Shqipëria ka një çik më të nxehtë në këtë periudhë. Pra, jo detyrimisht mund të thuhet që Shqipëria është më mirë se sa vendet e tjera, por besoj problematika dhe e gjithë mënyra se si është mentaliteti i qeverive, i qeverisjes në vendet e Ballkanit perëndimor, apo edhe i qytetarëve është pothuajse i njëjtë. Besoj. Pothuajse mendojmë, pothuajse në gjitha fakt, në gjitha sferat, mendoj sferat e jetës jemi aty, prandaj jemi dhe brenda Ballkanit. Shohim kudo ndërtime me leje, pa leje, ndërtime në zona urbane, ndërtime në zona rurale, të miratuar me plan ose pa plane urbane, shohim prishje të ndryshme her pas here. Ju e përmendët dhe pak më herët situatën e cilësisë së ajrit, por në tërësi
cilësia e ajrit në zonat urbane, ose edhe në zonat rurale. Dhe është e vërtet ideja e çdo qytetari ose çdo konsumator që qëndron për të larguar në fundjavë për të shkuar drejt zonave rurale në frymën që ajri është më i pastër. Apo thjesht klishe. Do ta shohim në fund se mund të dali. Kur është hartuar strategjia për cilësinë e ajrit urban, në vitin 2015-2016 dhe vonë kjo strategji është miratuar si shumë strategji të tjera edhe në Shqipëri. Dy nga qytetet ose zonat urbane më problematike, të cilat edhe strategjia i vlerësonte ose i shihte ndryshe nga pjesa tjetër e Shqipërisë, ishte Tirana dhe Elbasani. Pastaj pjesa tjetër e qyteteve mendohet që ka një cilësi ajri më të mirë, edhe për shkak të zhvillimit që ato kanë urban këto qytete. Megjithatë unë them se ka rënë ky mit që Tirana edhe Elbasani janë dy zonat më të ndodhura, sepse ka dhe qytete të tjera që në varësi edhe të zhvillimit që kanë marrë ato, kanë patur një rritje të ndotjes së ajrit, sidomos për sa i përket grincave të pluhurit, NO2-shit dhe CO2-shit. Ne shohim për shembull që Tirana gjatë kohës që ka patur zhvillime të mëdha urbane, ndërtime, siç ka qenë ndërtimi unazës së jashtëm të qytetit, te zona e Astirit, ku trafiku ngadalsohej shumë, kishte shëmbje prishje të godinave dhe ndërtime, pluhurat ishin shumë të larta, 10 fish më të lartë gjatë gjithë ditës dhe njerëzit ishin të ekspozuar në këtyre pluhurave. Edhe në zonën e Besmajit, kur ishte momenti i zhvillimeve të mëdha, aty kishte një rritje të grincave të pluhurit apo dhe të NO2-shit dhe me radhë. Pra, aty ku ka zhvillime urbane dhe sidomos ndërtime, të cilat shoqërohen më pas edhe me transport të shtuar, të makinave të rënda, kjo e materiale ndërtimi. Duke patur dhe atë zhvillimin deri diku kaotik, ne kemi plane lokale të zhvillimit urban të qyteteve, por përsëri shohim që ndërtimet ndërpresin dhe ato korridoret e dikurshme të ajrit, që lejonin që ajri të qarkullonte dhe në këtë mënyrë të kishim edhe largimin e grincave të pluhurit nga një zonë e caktuar. Tashmë me ndërprerjen e këtyre korridoreve, për shkak edhe të ndërtimeve të shumta që i kanë prishur këto, shohim që ajri qëndron i ndotur për një kohë më të gjatë dhe nuk ka mundësi të qarkullojë dhe qëndron aty, duke e rritur gjithnjë më tepër këtë lloj ekspozimi. Por shohim që në sezone të ndryshme cilësia e ajrit edhe mund të ndryshojë. Korça është një qytet shumë i bukur, shumë ikpritës, pastërtor, por në gjatë të dimrit ne shohim që niveli i dioksidit të karbonit pashur, i grincave të pluhurit është i lartë dhe raporti i tyre mes njëri tjetrit është i lartë, gjë që tregon që faktori kryesor në këtë rast ka të bëjë nga djegja e biomasës, pra nga ngrohja që ato bëjnë me drut e zjarit. Dhe kjo jo vetëm për shembull në Shkodër, jo vetëm në Korçë, por e kemi parë dhe në Shkodër, mund ta shohim dhe në zonat diçka në rrethina ose zonat gjysmë rurale, urbane që mund të jenë. Pra, ndotja e ajrit është një proces që lidhet më së shumti me zhvillimin urban, por edhe ka të bëjë edhe me elementë të tjerë, të cilat përsëri shoqërohesh më ndryshe për sa i përket Shqipërisë, sepse nuk kemi zhvillime të tilla të le themi industriale që mund të sjellin ndotje më të lartë. Nga ana tjetër, edhe shirat e shumta që kanë rënë kanë ndikuar për mirë, sepse patjetër në momentin që bien shirat dhe pluhurat ulen poshtë dhe në këtë mënyrë kemi një ajër më të pastër. A është më mirë të shkojmë në fundjavë dhe të jetojmë në fshatrat përreth? Patjetër, të shijosh fshatin është shumë mirë, por kjo nuk të bën me 2 ditë në javë ti të kesh një pastrosh mushkërit, mirë, do të pastrosh mushkërit, por ndërkohë do të kesh përsëri këtë ardhje në qytet gjatë gjithë kohës i ekspozuar ndaj këtyre ndosëve të shumtë. Megjithatë, është një mënyrë relaksi, është një mënyrë rikuperimi. Ne kemi bërë disa matje edhe në zonat të tilla jashtë Tiranës, në ato zona ku janë ndërtuar këto komplekset rezidenciale tepër private dhe luksoze, kemi vënë re që niveli i ndotjes së ajrit është minimal, nuk është për tu marrë në konsiderat. Nëse ruajmë gjithmonë natyrën, besoj, gjelbrimi. Patjetër, sepse aty është gjelbrimi është numri 1, të paktën asaj që ato ofrojnë.
E prekëm dhe pak më herët gjendjen e tokës në tërësi, po mendoj që mund të kalojmë tek në fakt çështja e zhurmës në qytete. Po zhurma ndikon gjithashtu në mjedis dhe në tërësi, patjetër që ndikon dhe në cilësinë e jetës, sepse ndërkohë që ju po shpjegonit këtë qëndrimin 3 ditë dhe rikthimin prapë në qytetet urbane ku jeta rrell shumë vrullshëm, ka shumë zhurma dhe stres, edhe prapë niveli i cilësisë së jetës të bie nga gjithë faktorët. Por si është problematika e pjesës së zhurmës në qytete? Vazhdojnë të jenë të larta si gjatë ditës dhe gjatë natës. Të paktën për qytetarët për ta shpjeguar, është standard tjetër i Bashkimit Evropian për nivelin e zhurmave gjatë ditës dhe patjetër është standardi më i ulët kur vjen fjala për zhurma gjatë natës, pra pas orës 10 të natës deri në orët e para të mëngjesit 6-7 të mëngjesit. Megjithatë, nga mati që ne kemi bërë në qytete të ndryshme, vëmë re që niveli i zhurmave është goxha i lartë. Dhe zonat të caktuara janë zonat të cilat i kanë këtë nivel shumë fish më të lartë dhe kjo vjen jo vetëm nga le të themi transporti, trafiku që ne themi shpeshherë burit e makinave, transporti i dëndur në orare të caktuara të ditës mund të sjellë një nivel të lartë të zhurmave, por ka edhe zhvillime të tjera, siç mund të jetë Ndërtime. zonave, po ndërtime, po mund të jenë pranë zonave të ndryshme turistike gjatë verës, niveli i lartë për shkak edhe të zhurmave që vijnë nga pubet, klubet e natës. Pavarësisht le të themi masave që mund të marrë qeveria, të cilët kanë ngritur task forcat për të monitoruar dhe për të ndaluar zhurmat pas orës 12 të natës, ne shohim që për herë ka një tendencë që bizneset të caktuara mundohen të lobojnë pranë bashkive përkatëse për ta nxjerrë zonën rreth tyre si një zonë me zhurma të ulta, të kontrolluara, por në momenti kur bashkia vet nuk ka mundësi që të prodhojë një hartë të zhurmave në qytetin dhe për të përcaktuar kush janë zonat të cilat kanë nivel më të lartë të zhurmave, çfarë masash mund të merren, çfarë lloj biznesesh mund të lejojnë aty, vëmë re që kjo është një diçka që bashkitë duhet të punojnë shumë më tepër. Gjë që do të thotë të kenë aparatura, të kenë dhe eksperta për të bërë një lloj monitorimi të tillë Edhe dhe për për të të një bërë raport. hartëzimin. Patjetër, në mënyrë të tillë që të kenë më tepër dhe argumente kur flasin me biznese të ndryshme në lidhje me këtë pjesë të nivelit të zhurmave. Qytetarët vazhdojnë të ankohen kur vjen fjala për zhurmat, sepse zhurmat të ndryshme që orientojnë gjatë ditës. Megjithatë, duket që është një problem që bashkitë duhet të jenë akoma më të përgjegjshme dhe të luftojnë më shumë. Tani, ndërkohë që ju po shpjegonit, po mendoja pjesën e pushimeve të verës, ku kemi dy kategoritë të turistëve, turistë të cilët kërkojnë që të qetësohen, dhe që kërkojnë që të relaksohen, të largohen zhurmave, dhe turistët apo të rinj, të cilët duan në fakt që të jetojnë, bashkëjetojnë me zhurmën, kështu që besoj që do duhet që gjetë një ekuilibër. Për të gjithë komponentët që ne përmendëm, po edhe komponentët të tjerë që janë pjesë e mjedisit, sepse ju e thatë është një koncept, ose le të themi përfshin shumë fusha, shumë aspekte. A ka realisht mekanizma efektiv monitorimi dhe kontrolli në Shqipëri? Ju e nxorët pak gjatë gjithë diskutimeve. Dhe është më tepër një përgjegjësi e qeverisjes qendrore apo e qeverisjes vendore? E bukura e mjedisit është se është sa përgjegjësi e qeverisë qendrore, kur vjen fjala për politika edhe për monitorime që duhet të bëhen në metodologjinë se si duhet të bëhen monitorime, por është aq edhe problem lokal, sepse ka të bëjë me zhvillimet e lokaliteteve të caktuara, gjë që do të thotë për sa i përket investimeve që duhet të bëhet, për sa i përket edhe marrjes së masave në nivel vendor, bashkitë janë ato që duhet të punojnë më tepër. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për atë çka folëm pak më përpara, nivelin e cilësisë së ajrit apo të zhurmave, por duhen fitur edhe elemente të tjerë, siç është menaxhimi i mbeturinave, siç është për shembull basenet ujore që kalojnë nëpër zona të caktuara, siç mund të jenë pyjet, pra ka shumë element apo bujqësia, të cilat lidhen me mjedisin. Mjedisi është sa ministri ose portofol më vete, aq edhe mjaft sektorial, sepse bashkëpunon qoftë me pjesën e shëndetësisë, qoftë me pjesën e bujqësisë apo dhe me institucione të tjera. Dhe mbrojtjen e konsumatorit. Me mbrojtjen e konsumatorit, pra është aq i lidhur me shumë elemente të tjerë, saqë nuk mund ta shohësh dot si një përgjegjësi vetëm e pushtetit qendror apo vetëm e pushtetit vendor, por është një kombinim i tyre. Dhe meqense
po flasim në lidhje me mekanizmat e monitorimit apo edhe të garantimit të një cilësie të jetës dhe të një mjedisi sa më të qëndrueshëm, vëmë re që Ministria e Mjedisit, si Ministria përgjegjëse, ajo që duhet të bashkëpunojë me institucione të tjera, qoftë në nivel qendror apo edhe në nivel vendor, ka shumë punë për të bërë. Edhe në kuadër të hyrjes në Bashkimin Evropian, të gjithë ky kapitulli i mjedisit është kapitulli më i vështirë edhe për Shqipërinë, për numrin e madh të direktivave që duhet të transpozohen, por dhe nga pikpamja financiare është një ndër kapituj më të shtrenjtë, të paktën nga të dhënat që janë artikuluar këtë kohë të fundit, thuhet mbi 10 miliard euro është kosto vetëm për zbatimin e atyre direktivave të cilat do të transpozohen në legjislacionin shqiptar. Pra është një kosto shumë e madhe sepse kërkon impiante të pastrimit të ujrave të zeza, të cilat mungojnë në Shqipëri, dhe si rezultat kemi basene ujore apo trupa ujor më të ndotur, po kërkojnë një menaxhim shumë të mirë të mbetjeve, dhe neve kemi folur deri tani për 3 inceneratorë të cilët nuk ekzistojnë. Pra, ka ende punë për t'u adresuar menaxhimin mbetjeve, po ne po flasim për cilësinë e ajrit dhe kërkojmë stacione monitorimi, të cilat përsëri janë të kushtueshme, po ne po flasim për ndryshimet klimatike dhe për masat që duhen marrë për t'i adresuar këto ndryshime klimatike, dhe përsëri këto kërkojnë edhe subvencionime shumë të mira edhe në nivel fermeri. Pra, në një farë mënyre nuk është një punë e lehtë, kërkon kohë. Kjo koha e shkurtër që themi ne deri në 2027 është çik e pamundur, por kërkon një gojë shumë të madhe në mënyrë që të themi që jemi në progresin e dur për të patur një cilësi jetese, një cilësi mjedisi shumë të mirë. Shumë të mirë apo të pranueshëm? Okej. E thash unë. Do doja që të diskutonim ju e prekët pak pjesën e Bashkimit Evropian dhe sfidave që kemi, kështu që po kalojmë një koncept tjetër në fakt që ka marrë zgjuar sfundmi dhe organizata që ju drejtoni ka punuar në lidhje me SPAR-i, po nisim me varfërinë energjetike dhe më pas për të shkuar drejt komiteteve energjetike. Çfarë është varfëria energjetike në një kuptim shumë të thjeshtë për të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe po na shikojnë, dhe cilat janë shkaqet kryesore të pranisë, pra sigur që kemi varfëri energjetike në Shqipëri, cilat janë aspektet kryesore të kësaj varfërie? Varfëria energjetike është pamundësia e një familje për të kryer nevojat e saj bazë, për shkak se nuk ka mundësi që të ketë jo akses në energji, sesa mundësi për të paguar financiarisht më pas dhe faturën e energjisë. Në mënyrë që të jetë që ai që të ketë mundësi të bëjë të gjitha, le të themi, aktivitetet bazë të jetesës. Dhe në këtë aspekt varfëria energjetike ende nuk është si koncept në legjislacionin shqiptar. Për herë të parë në draft strategjinë të klimës dhe të energjisë përmendet varfëria energjetike, nuk jepet një përkufizim i saj, thuhet që do të punohet për të përcaktuar baseline-in, për të ditur nivelin se ku është niveli i varfërisë energjetike në vend, por nuk ka patur asnjë lloj mase që të nisi për të përcaktuar këtë. Megjithatë, po ti drejtohemi për herë këtyre institucioneve ndërkombëtare, siç është Banka Botërore, dihet se në rast se një familje harxhon më shumë se sa 10% të të ardhurave të tyre për energjinë në përgjithësi, në familje, atëherë do thotë që është në kushtet e një varfërie energjetike. Dhe në këtë aspekt, varfëria energjetike është sa problem ekonomik, pra pamundësia atyre nga pikpamja ekonomike për të mbajtur ngrohtë shtëpinë apo për ta mbajtur atë ftohtë në kushte optimale gjatë verës shumë të nxehtë, apo për të gatuar dhe për të patur gjithë elementet me energji në mënyrë të tillë që edhe cilësia e ajrit brenda të jetë po aq e mirë, sepse po të përdorësh gazin, patjetër ka rritje gazi, apo problemi që krijohen për mungesë të ventilimit. Ka të bëjë edhe me kushtet në cilët është banesa, që mund të jenë banesa të vjetra, që kanë myk, që mund të kenë gjithë këto dritare dyer jo mirë, pra të dëmtuara.
Dhe të gjitha këto një termoizolim jo i mirë, edhe kjo është një mënyrë për të treguar që familja ndodhet në kushtet e një varfërie energjetike. Po ashtu kur ka persona të cilët mund të kenë probleme shëndetësore dhe për këtë arsye ka nevojë që energjia të jetë një faktor gjatë gjithë kohës së to, do të mundohen të limitohen të bëjnë ato kursimet e tyre për shkak se s'kan mundësi që ta mbajnë gjatë gjithë kohës. Pra, të gjitha këto janë tregues që në një farë mënyre flasin për ato familje që ndodhen në kushtet e varfërisë energjetike. Dhe sa herë që ne themi varfëria energjetike, të gjithë mendojnë dimrin, të ftohtin, faktin për të krijuar një lloj ngrohtësie brenda banesave, por së fundmi, për shkak të rritjes së temperaturave, të ndryshimeve klimatike, ne shohim valë të larta të nxehtit, dhe për këtë arsye gjatë verës edhe shpesher raportohen raste persona që kanë humbur jetën për shkak të nxehtit të madh dhe pamundësisë për të patur për të qëndruar në një ambient klimatikisht të favorshëm. Varfëria energjetike nuk është vetëm një problematikë shqiptare. Ne kemi parë edhe në projekte të tjera që edhe në shumë vende të tjera evropiane të Evropës perëndimore që kanë edhe politika në rritje për të ndihmuar këto grupe të caktuara që janë në varfëri energjetike, është një problematikë që ekziston, që prek më së shumti gratë, edhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Kjo do të ishte pyetja e radhës në fakt. Sepse ne shohim gratë për shkak të moshës së gjatë që kanë, të jetesës, për shkak të ardhurave ekonomike më të ulta, për shkak të faktit që ato janë ato që kujdesen tërë ditën në shtëpi për gjithë banorët e tjerë të familjes, të faktit që ato gatuajnë, janë në kontakt të drejt për drejt edhe me të gjitha proceset apo pajisjet elektroshtëpiake, të gjitha këto e bëjnë ato më vulnerabël për sa i përket pjesës kujdesit që ato kanë dhe të masave që duhet të marrin për të kursyer gjithnjë më tepër. Nga ana tjetër dhe nga pikpamja fiziologjike, vetë mënyra se si është ndërtuar trupi i një febre i bën ato përsëri më të ndjeshme përgjatë ndryshimit të temperaturave dhe për këtë arsye ato janë edhe biologjikisht më të cënueshme nga pjesa e energjisë. Pra, varfëria energjetike na del një problem social, problem ekonomik, po ngushësisht e lidhur dhe me rolin, po, edhe me rolet gjinore dhe me shëndetin. Absolutisht po. Por komunitetet energjetike çfarë janë? Dhe a kemi ne një kuadër ligjor për këtë? Komunitetet energjetike janë ato komunitete, grup njerëzish që bëhen së bashku për të prodhuar dhe për ta, le të themi, përdorur energjinë që prodhojnë po vetë, apo duke e shpërndarë edhe në persona të tjerë. Me pak fjalë është një lloj vetë prodhuesi energjie, që kuadri ligjor së fundmi e ka njohur, edhe me ligjin bazë të 2015-s, por edhe me ndryshimet që janë bërë më pas në 2023-shin, kur është rishikuar ligji për burimet e rinovueshme të energjisë për promovimin e tyre, është vendosur, le të themi në ligj, pjesa e krijimit të komiteteve të burimeve të rinovueshme të energjisë. Por thjesht përmendja apo njohja ligjore e tyre nuk e bën të mundur realizimin e tyre në praktik, sepse nuk janë përcaktuar mënyra apo forma e modelit që duhet të kenë këto komunitete energjie dhe më pas incentiva, sepse një ndër rolet bazë që kanë komunitetet është jo vetëm një grup qytetarësh apo dhe sipërmarrësish të vegjël, të cilët duan të bëhen së bashku për të vendosur mënyrën se si duan ato ta prodhojnë energjinë, si duan ato ta shpërndajnë, por ka edhe elemente të tjerë sociale brenda, sepse në këtë mënyrë ato mund t'i vijnë në ndihmë, mund t'i vinë në ndihmë edhe disa grupeve të caktuara, të cilët e kanë të pamundur që janë varfëri energjetike dhe kanë të pamundur për shembull për të patur në shtëpiat e tyre edhe energjinë dhe ka disa grupe të caktuar të cilat për shkak se nuk kanë një shtëpi shumë të mirë apo nuk kanë një shtëpi e thënë shtëpi, nuk kanë mundësi të kenë akses as në energjinë elektrike. Dhe këtu mund të bëhet fjalë për grupet rome, të cilat për shkak të mungesës së banesave nuk kanë akses në energji. Banesë gjithmonë në konceptin që kërkon energjia dhe që në fakt do duhet që të lidhet energjia sipas rregullave që janë në fuqi tani.
Dhe nuk të shohim se si do jetë zhvillimi, dhe sa mundësi mund të ketë ato për të patur realisht kushtet bazë dhe të kenë një banesë sa më brenda konceptit, të që Brenda kërkon konceptit. ligji Yes. për të lidhur me kontratën e furnizimit me energji. Po, a kemi ne komunitete energjetike në Shqipëri? Komunitet energjie në Shqipëri ende nuk ka, një të krijuar apo dhe të regjistruar sipas formatit të duhur. Organizatat po punojnë për të krijuar këto, le të themi, praktikat e para, të cilat mund t'i hapin edhe në mungesë të një kuadri të mirë për regjistrimin e tyre, të kenë mundësi të japin disa mënyra, mekanizma që më pas edhe të përmirësohen. Kështu për shembull nëpërmet ne jemi munduar që në bazë të disa nevojave që vinin nga fermerët aty, të cilët kishin duhet të paguanin tarifën e ujit për vaditin që i bënin produkteve të tyre, një tarifë e cila u dukej e lartë, për shkak se për të vaditur të gjithë produktet e të ndryshme bujësore që ato kishin, duhet të harxhonin disa mijëra lek në sezon, dhe për këtë arsye faktor kryesor ishe energjia elektrike, pra ishe transformatori që përdorej për të thithur ujin me pompa të caktuara të një fuqie të lartë nga lumi i vjosës dhe për të vaditur fermat e tyre. Ajo që ne bëm ishe vendosëm një panel fotovoltaik i cili furnizon këtë lloj impjanti dhe në këtë mënyrë të paktën ato do të kursenin disi nga pjesa e energjisë elektrike që duhet të pagonin. Në pamundësi për të vendosur një impjant i cili ishte në fuqinë e duhur, ne kemi vendosur një impjant më të vogël që deri diku le të themi amortizon ato humbjet që mund të ketë në rrjet ky transformator i madh. Megjithatë, të tilla Po kjo është një iniciativë mbështetur nga një organizat. Kemi pasur një bashkëpunim të mirë me njësitë e pushtetit vendor, por besoj që tashmë ka filluar të lëvizet në këtë drejtim. Nga njëra anë është qeveria që po mundohet të plotësoj kuadrin ligjor, pra të gjithë aktet në ligjore në ndim të kësaj. Nga ana tjetër ne shohim që përsëri organizatat e qeverisë, organizatat e qeveritare, së bashku me pushtetin vendor mundohen të bëjnë projekte të caktuara, duke dashur të shtrojnë rrugën që më pas të jenë më të suksesshme. Ju po zbatoni projektin River Clean, një projekt që mbështetet gjithashtu dhe nga Bashkimi Evropian. Nëse mund na tregoni diçka më shumë rreth këtij projekti, cilat janë risitë që ka sjellë ky projekt, edhe nëse mendohet që me këtë projekt të ndryshohet apo jo në komunitet, pritet një ndryshim në komunitet? Në fakt, puna ka nisur më përpara, kur ne kemi nisur të sjellim për të gjithë ato hotelet, restorantet dhe kafenet, një nismë shumë interesante të quajtur zona me plastik të kufisuar, do të thotë se si ato mund të zëvendësojnë produktet e plastikës një përdorimshme me produkte të tjera alternative. Dhe kjo është një mundësi e shkëlqyer për të ulur në këtë mënyrë atë nivelin e të gjitha atyre plastikave një përdorimshme, të cilat për cilat shpenzohet shumë, por ndërkohë koha e përdorimit të tyre është shumë e shkurtër dhe përsëri ato gjenerojnë si mbetje, dhe më pas duke ditur që ne kemi edhe një sistem menaxhimi të mbetjeve jo shumë të mirë, kjo e bën akoma një problematikë më të madhe. Edhe përpara disa kohësh në media doli njoftimi që një pjesë e mirë e përmbytjeve në Shqipëri erdhi dhe si rezultat i bllokimit të këtyre kanaleve apo të mbushjes lumenjve edhe me plastika. Kjo është pjesërisht e vërtet, mund të thuhet se kjo është arsye. Në media doli dhe lajmi që ka shkuar plastika jon deri në Kroaci. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, sepse pra produktet është lehtësisht e gjetshme se, edhe i gjetshme se kujt i përkasin për shkak të etiketave dhe të elementeve të tjerë që ato mund të kenë. Por kjo na bën të mendojmë që ka mundësi për të punuar me ato biznese të cilat e përdorin këtë plastik një përdorimshëm dhe edhe projekti ynë këtë kanë në konsiderat që t'i aftësojmë organizatat e shoqërisë civile të bëjnë një monitorim, por njëkohësisht edhe të punojnë me bizneset për t'i rekomanduar dhe për t'i këshilluar se si mund t'i ndryshojnë ato këto plastika një përdorimshme me
produkte të tjera që janë më të qëndrueshme, alternativa më të mira mjedisorë. Ndaj dy elementi janë në këtë projekt. Një është puna me këto komunitete, dhe e dyta ne bëjmë njëkohësisht edhe një monitorim të zonave bregdetare të nivelit të makroplastikës, duke marrë zona të caktuara në gruviderdhjet e lumit, ishën dhe të vjosës, dhe për të parë cili është niveli i plastikës në këto zona, dhe në këtë mënyrë automatikisht mund të krijohen dhe të ndërtohen edhe mjaft masa të tjera që do t'i propozohen jo vetëm bashkive të cilat janë pjesë e këtyre dy baseneve lumore, po patjetër edhe qeverisë dhe në rastin konkret Ministrisë së Mjedisit, për të patur të dhëna edhe shkencore midis të tjerave, në mënyrë të tillë për të adresuar këtë problematika. Së bashku me komunitetet e zonave ne duam të organizojmë edhe aktivitete të tjera, pastrimi, në mënyrë të tillë jo vetëm për të pastruar, le të themi, plazhet apo lumen, por njëkohësisht edhe për të dhënë mesazhe të forta sensibilizuese që kjo është pasuria jone e përbashkët dhe nuk duhet i hedhim vend pa vend mbeturinë, po të paktën të kemi atë pjesën e përgjegjësisë qytetare për t'i mbledhur, pse jo dhe për t'i ndarë. Tashmë në shumë bashki kanë filluar edhe nismat e para qendrat e riciklimit ku ato bëjnë ndarjen e mbeturinave dhe të paktën për ato produkte të cilat ka edhe një treg, pra janë të tregtueshme, siç është plastika, siç është kartoni, siç është letra së fundmi kanë filluar të gjenden dhe mënyra edhe për riciklimin e qelçit në vend, pra të gjitha këto bëjnë që të paktën të heqim rreth 25-30% të mbetjeve nga trajtimi i tyre në landfill dhe në këtë mënyrë të sjellim edhe një kosto ekonomik, si mund thua, të ardhurat ekonomike nga trajtimi më i mirë i tyre. Besoj kjo mund përbënte një temë tjetër podcasti, por në fakt koha ecën. Në përfundim, ajo që ne arritëm si konkluzion është që mjedisi nuk është thjesht një çështje natyrore, mjedisi është thelbësor për shëndetin, për ekonominë, por dhe cilësinë e jetës. Diskutimi sotëm tregoi në fakt që sfidat janë të shumta, por dhe mundësitë për përmirësim janë reale, sidomos në kuadër të procesit të integrimit evropian. Duke ju falenderuar shumë për të gjithë mesazhet që keni dhënë gjatë ditës së sotme, por njëkohësisht edhe për gjithë ato që ju na treguat, edhe duke shpresuar që kemi arritur të bëjmë dhe një farë ndërgjegjësimi tek gjithë qytetarët, konsumatorët, por dhe tregtarët që po na dëgjojnë, cili do të jetë fjala juaj e fundit ose një mesazh që doni që t'jepni për qeverisjen, për bizneset apo dhe për qytetarët e thjeshtë. Mbase kujdesu për mjedisin sot, që të kemi edhe çfarë t'u ofrojmë brezave të ardhshëm, sepse jeta vazhdon. Safe Cons është një podcast që realizohet në kuadër të projektit Shoqëria Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, që po zbatohet aktualisht nga Qendra Konsumatorë Shqiptar në bashkëpunim me Antark me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ju ftojmë që të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, në faqen tonë të internetit www.qksh.org, në Facebook, Instagram dhe LinkedIn. Ju faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Shihemi në episodin e radhës.